Shqiptari që rrezikonte dëbimin nga Shtetet e Bashkuara falet pas gati 50 vitesh jetë në Amerikë. Pas jetoi në Shtetet e Bashkuara për më shumë se 5 dekada, refugjati shqiptar Ded Malota Margilaj ka marrë një falje të plot nga guvernatori e Michiganit Gretchen Whitmer në një vendim që pritet të japë fund procedurave të deportimit që kërcënuan ta ndanin nga familja e tij dhe ta largonin nga i vetmi vend që ka quajtur shtëpi që kur ishte 17 vjeç. Margilaj, tani 74 vjeçar, mbriti në Shtetet e Bashkuara si refugjat nga Shqipëria komuniste në vitin 1970. Ai u vendos në Detroit, kundërtoi një jetë e re, u bë mbajtës i kartës së gjelbër, filloi një biznes të vogël ndërtimi, u martua, rriti 5 fëmijë dhe tani është gjyshi i 8 nipërve e mbesave. Problemet e tij ligjore datojnë qysh nga viti 1975, kur ai qelloi dhe vrau një burr në një stacion karburanti në Detroit, pasi sipas avokatëve të tij burri kishte qelluar më parë vëllain e Margilaj në stomak. Avokatët e tij kanë argumentuar prej kohës se të shtënat ishin një akt i qartë vetmbrojtje. Gjyqi i parë përfundoi me një juri të pezulluar, megjithatë në vitin 1978 një juri e dytë e dënoi Margilën për vrasje të shkallës 2. Ai u dënua me 7 deri në 15 vjet burr, po u lirua pasi vuajti afërsisht 4 vjet e gjysmë për shkak të sjelljes mirë. Por më shumë se 40 vjet pas lirimit të tij, Margilaj mbajti një dosje të pastër, ndërtoi një jetë suksesshme dhe mbeti një antar aktiv i komunitetit të tij. Pavarësisht kësaj dënimi 10 vjeçar më vonë u bë baza që autoritetet federale të migracionit fillonin procedurat për largimin. Me 2 korrik, guvernatori e Michiganit Gretchen Whitmer i dha atij një falje të plotë, duke fshirë dënimin gati 50 vjeçar nga ligji shtetëror, sipas qendrës për mytër për drejtësi ligjore në Cardozo Law, e cila përfaqësoi Margilën. Falja heq pengesën ligjore që kishte vënë atë në rrezik deportimi dhe pritej të lejoj që çështja e tij e migracionit përfundoj. E tëra çfarë kam dashur ndonjëherë isha të qëndroja me familjen time në vendin që dua, tha Margilaj pasi mësoi për vendimin.